Përshëndetje shikues të nderuar, po fillojmë emisionin Fjala dhe Fakte në kuadër të Hisari Online. Mysafiri sonte është kryetari i komunës së Suarekës, zoti Bali Muharremaj. Bali Muharremaj për të tretin mandat vazhdon të qeverisë me komunën e Suarekës, meqense edhe në zgjedhjet e fundit i ka fituar votat në zgjedhjet komunale përshkakësisht zgjedhjet lokale. Zoti Muharremaj, mirë se erdhën në emisionin tonë. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë ftesën. Zoti Muharremaj, do ta filloj bisedën me ju pak a shumë prej një periudhe pak më të lartë, duke pas parasysh se emisioni jon ka qëllimin edhe të krijon imazhe të një profili për secilin mysafir. Ju fillimisht keni qenë pjesëtar i luftës dhe më pastaj jeni angazhuar në biznes dhe më vonë edhe në politikë. A mund ta përshkruani pak kohën në të cilën keni zhvilluar këto aktivitete duke filluar nga lufta? Po fillojmë një herë mas pari, faleminderit shumë në ftesën, megjithëse shumë rrallë kom folur për luftën, kohën e fundit komunisëm fol për luftën, për arsye se jam kon pjesë e luftës. Në rënd parë po them që për vitit 92-93 jam kon pjesë legale në Ministrinë e Mbrojtjes në atë kohë. Pjesëtar i Shtetit Shkrimtar të Kosovës prej momentit të parë deri në fund. Në rënd parë jam kon komandant kompaninë e Staqan, komandant batalionin Grikoc dhe 6 muajt e fundit jam kon dikon prej muajit nëntor, jam kon zamës komandant i brigadës për logjistik 123. Pas luftës jam kon kryetari i komunës dhe drejtor për ndërtimit dhe planifikim. Mandej kom punuar në prezencë si shef regjionit për siguri civile dhe gatishmëri emergjente. Në 2006 me krijimin e Ministrisë Punëve të Mbrojtjes jam punësuar, jam kon drejtor për kufi azil dhe migracion deri në vitin 2009. Në 2009 jam kon pjesë e aleancës, domethënë, dhe jam kon në kryetari i komunës deri në vitin 2010. Në 2010 jam zgjedhur deputet i Parlamentit të Kosovës. Në 2014 jam zgjedhur për herë dytë deputet i Parlamentit të Kosovës dhe në garën në vitin 2017 kom fituar për kryetar të komunës. Vitin 2021 kom fituar për kryetar dhe kjo është mandati i tretë është vërtet, domethënë që fitoj. E çeket më herët që menaxhoj komunën, unë nuk e menaxhoj komunën, e menaxhoj qytetarët e komunës tonë bashkë me ta. Vendimet i marrën kuptohet ato më të marrën në asamble komunale, por çdo herë bashkëpunim me qytetarët, kemi thësh plot 2 vite të plota, kemi filluar vitin e tretë. Kur thoni e menaxhojnë qytetarët, a mund ta elaboroni si menaxhohet për qytetarët? Po disa herë njoftuar unë ndodh që puna nuk e nisi veç komunë, nuk e kam zgjuar veç në komunën e Suarekës, domethënë brenda objektit, por kam zgjuar në Studentçan, në Samandragjë, në Bllasa, në Budakov. Ndodh që punën e filloj në ora 8 në Samandragjë, në Studentçan, në Dobëlanë, në Budakov, shumë shatra. Qëllimi është të shkoj shiftoj për një kafe, bashkëbisedojsh me ta. Shumë më mirë është më shkuën për shkak të Samandragjës se më ardh të dera me prit 30 persona ose në fshatin qetur, kështu që masë ne marrëm informatat më sakta, shohëm terrenin, e këshyëm çka ka nevojë punu. Asnjëherë nuk udhëhiqet puna vetëm mbi zyrës, për atë arsye se ju dini që është në luftën në udhëheqjen shtabet, por shtabet nuk vendosen në qytet, po vendosen pjesë shtatorët për shembull, ku ka nevojë me shkuat të shkojë, kështu që ndoshta unë kam një metodë tjetër të udhëheqjes të menaxhimit dhe kjo më duket që më ka më mirë. E sa më shumë që në terren, jem afër qytetarëve, i shoh zonat mirë praktike, i shoh punën çka do të më kryej dhe kjo më ndihmon shumë. Ose rast konkret, e kam vërej disa herë që fillojnë me fol po del natën. Po nëse ka nevojë edhe natën o ditën, për shembull ka vërshime, nëse shkon në terren e përcjell statën nga afër, e di çka vjen ai ujë, çka do të më bëj, çka do të më vepru. Po nëse përcjell gjendën në shtëpisë ose në zyrës, nuk e dish problemet që krijohen në përfshatra dhe në ato nasjer. Ju vetë çelët këtë temë, domethënë keni qenë shpeshherë objekti i diskutimeve, madje në kontekstin e pejorativ, të ta quaja kështu, pikërisht për këto aktivitete, si u ke përgjigj këtyne vrejtjeve që kanë ardhur prej çarqeve të caktuara, qofshin politike apo edhe individuale? Shumë pengojnë, ju e dini kohën e fundit kena pas vërshime, ka pas shumë komuna të Republikës Kosovës, domet më të vogla janë shkaktuar komunën e Suarekës. E dini mi pyet qytetarë çfarë probleme kanë pas për 70 vite, sot flanë të qetë, domethënë se është punuar shumë, domethënë hapjen e kanaleve, ndërtimin e kanaleve, në mbledhsave. Për shkak të Suarekës tash kemi një problem prej stacionit policisë shtete rreth të thullimit të urrës të Berishve, edhe kemi një pjesë të Biraçës që duhet më drejtu ujin, pjesë caktuar, edhe besoj që shtrati i lumit e keni pa që është të vazhdon pjesën e lartë, tash vazhdojmë pjesën e poshtme. Në ato fshatra ku është punu s'kem pas probleme,
fshatat që kena pas probleme, për shembull, kena pas disa vështrime, po tash në pranverë fillojmë pastrimin e lumeve komplet, nuk e kem plan me pyet kërkon, pronat private nuk e prekëm as një milimetër, ato që janë shtetnore, vendosëm kufit dhe kemi fillu me pastru. Edhe pëdi, për dush me folë për qizma, e kam një të mirë që qizmet i kom veshë kur kena pas nevoj, ato qizmet do më thonë i kom veshë dhe në luft, dhe i kom veshë në luft qizmet pëse mes me veshë dhe tash që ka nevoj. Ajo është një kulturë për ata njerëz që kuptojnë. Derisa kryeministrat e Suedisë, Finlandë, Danimarkë i veshin qizmet, kush jam unë pëse mes me veshë qizmet, ato janë mjeti punës, ato janë në kerë dhe kur ka nevoj i përdorë. Keni qenë pak a shumë edhe objektalje në këtë, atë ka lëndu kjo që puna qizmeve? Jo, asë një herë, asë së më pengojnë, bu sot më shenë i veshëm kështu, nesër më shenë në Fra-American Lacoste. Edhe du me thonë ku e ku marrë këtë metodë, kom pas një takim në mandatin e parë në Sloveni, jem konë në Ljubljana, është konë kryetari i Ljubljanës, ai që është konë me Livko që ka përru për kryeministër. Dhe kur kom shku me taku, konë me një objekt të punu, aty më ka thirë, kom shku e kom pa në Fra-Amerika, këpus tjeshta, një Lacoste ka pas vesh, edhe derisa kryetari i Ljubljanës shkon ashtu pse mos më shkullon, s'ka të keq kush. Mirë, kryetar, këto ishin... Së pengojnë. Okej, këto ishin disa sekuenca nga ato që i Po, kemi s'diti dëgjuar. shka t'jaki, po, ku në fundet që ka njësë shumë kryetarë me vjeshqizme. Po, Veç me një gjërë setër për po vjeshqizme. mbase është një model i mirë ky si duket, derisa fillojnë të i marrin edhe këto Së pengon. metodat punës t'juaj. Po dalë në një fushë pak ma aktuale sot. Si e komentoni për shembull vrejtjet e një pjesët e opozitës ndaj qeverisjes suaj dhe cila do të ishte përgjigja juaj për faktin se shpeshherë qoftë në debate apo edhe në ansamble ka pas vrejtje për mënyrën e qeverisjes në pushtetin të cilin ju e udhëheqni sot në komunën e Svarekës. Që ata kanë drejt, për të arsye sistem shumë partijak, opozit edhe opozit, po nisëm do me thonë 4 vitit e fundit, jem rëndit komuna 3, e 2 dhe 4. 4 vite ke marrë të fillu me 500.000, me 900.000, me 1,3 milion euro, do me thonë me performansë më të mire. E derisa jem rëndit në nivel të Kosovës, në 38 komuna, i 2 i 3, gjë normale është me folë opozita, normale është me kritiku, demokraci kritikat janë të mira. Po, kritikat e të mira, sa janë konstruktive? Ka njerë ka gjona që mësojmë aty tyne, është e vërtet. Ka njerë do të me folë diçka, po drejtë tyne është me folë demokraci. Fjallë respektohet. Së më pengojnë. Shpesh herë Si ka mësime më kritiku kur në mandat për 7 vite në bëdhe sala sportive. Si ka mësime më kritiku kur kom marrë dhe kom gjetë një qerdhe. E dini çfarë gjendje konë qerdhe, se janë 9 qerdhe shtetnore. Pse më të kritiku? A ka korrupsion në qeverisjen tuaj? Asë herë s'ka pas suare korrupsion. Jo në qeverisjen të me pas në qeverisjen. S'ka korrupsion. Jemi dëshmitar se disa zyrtarë t'ju i kanë qenë dhe kanë marrë edhe një dënim kështu. Po aty ku punohet, mas shumë ti, aty ku hatë bukallë trosha, kështu që presën mërdiktit e fundit gjykatës, kështu që për mo gjënë në mund. Këtë punohet 200 projekte e mëra një vitit, aty ka fjallë, aty ka gjana, kështu që shumë pengojnë asë ato. Me sa ka informacione, për shembull ka edhe zyrtarë cilët kanë landë në prokurori, mirë po ne gjithmonë do të nismi për parimit, duke qenë një medium serioz, që derisa nuk ka një verdikt gjykate, prezumohet se është i pafajshëm secili. Por atë kanë pengu këto gjëra në punën tuaj? Jo, asnjëherë. Aty ku punohet më shumë, aty ka probleme. Aty ka fjalë shumë, kështu që unë këshire veç rezultatet në fund. Edhe i matëm plusin dhe minusin ka punojmë, po çdo qoftë prej së mërdiktit e fundit, gjë normale është. Respektojmë organet e shtetit, 24 orë shërbim të TC-së, prokurisë, ne jemi institucion dhe bashkëpunojmë ata. Zoti kryetar, tash keni fitu, siç e thash edhe më herët, mandatin e tretë dhe ju keni kriju ekipin e juaj. Ka pas ndryshime dhe çfarë natyre janë ato ndryshime me ekipin e mëhershëm? Ndryshimet nuk janë të mëdha, ndryshimet çdo herë ka mirë, është mirë me pa ndryshime, po jo ndryshime të mëdha. Domthonë disa kanë vazhdu, disa kanë mirë në asamble komunale me dëshirën e tyre.
Kuptohet që kanë ja ka fjallën familjet tona me fëmijë kemi ato ndërhyrjet tona, kështu që s'kem problem, jemi të punu, kemi vazhduar punu. Është mirë që u zgjedhën një gjinisë femnore, është zgjedhën një kryetar e komunës. Kjo ka filluar një traditë për të parë sa nivel Kosovës më ndoket për vitin 2018, edhe çdo herë kam thonë se emën kryetar gjinia tjetër të jetë në kryetar e komunës. Kanë përparësi edhe duhet ta keni pushtetin ato. Barabartë jemi. Demokraci. Kur jemi të ekipi që keni kriju tash, që ende në base edhe nuk i kanë mësu edhe detyrat e vetat punës sidomos të atërit, çfarë projektesh planifikoni për këtë vit më të rëndësishmet dhe do të dalte një projekt vital, po këtë do të dalim pak më vonë që ka të bëjë me Dragaçinën. Që qëne veç po në fund për lëmë Dragaçinën, në parë për mu këtë vit është kuptohet që çdo kryetare ka një program fushat, unë e kam pas një program, premtimet i kam dhënë, veç kishë restru gapi, çka është më rëndësi që prej tyne veç 2 kom filluar la pas startu, domethënë objektin e zjarr fiksov në Shiroki. Kom pas premtim, besoj që qëshor veç startojmë me punu aty, çka është du me falendru në Republikën Shoqatat më të Ballkanit që janë donatorët kryesorë që japin 600.000 euro. Jemi tu ndërtu objektin e ekotherandës dhe ekoregionit, një objekt të ri me standarde që është edhe kjo me parat performancës që është vjera dikon zgabofsha 480.000 euro. Është objekti i dytë edhe kjo është kjo në projekt. Fillojmë këtë vit me një qerë të fëmijëve në Blac, edhe këta kom pas, domethënë, në projekt për me startu. Kom premtu shkollën në fshatin në Përbisht, startojmë këtë vit me buxhet tonin, domethënë këto projekte. Kemi disa projekte të reja, domethënë, kemi edhe fizibilitetin e ngrohjes qendrore të shtetit. Kemi bazinin Shtrëmbik, e kemi shkollën 7 Marsi, që është projekt më rëndësi. Po besoj që në vitet të ardhshme do startojmë me buxhet të punojmë. Çka është më rëndësi këtë vit, startojmë edhe matutje me shtetore në përfshatra. Projekti do të jetë njëtë unaza djatë, që do të shkojmë nga Damperi, do të lidhet në pjesën nalt të tregu javor që e kemi. Kemi ose një shtetore planifikojmë në fshatin Dubravë, planifikojmë në fshatin pranë shtetore, dhe në disa fshatra tjerë. Kuptohet që shtojmë sasinë e ujit, veç punimet kanë filluar lagja, pjethojmë në lagja Slogja në Sarik, se pjesa nalt rruga Reçanit ka ujë, pjesa poshtë kanë filluar me punu. Rrugat që shkojnë për Peçan do të fillojmë për nerë me punu aty ujë. Kemi disa lagje në shtet, domethënë që njëra për gjithmonë të kenë ujë. Kemi rrugën që fillon prej Sarikut që shkon për Peçan, deri në Peçan vogël, komplet ujë, kanalizim, edhe pse është kanalizimi, po është qitë në kohërat shumë më hershme dhe kemi nevojë me edhe një herë me qitë kanalizimin e ri, ujë njëjtë kuptohet. Kemi në program hidroregionin dhe shtimin e sasisë së ujit, domethënë hapjen e pusave të reja në Duhul, në Slapozhan, në Filluk, Ujësjelsin. Impjantin e ujrave zeza me kryen në fshatin Dubravë. Kemi rrugën prej Mushtishit që shkon drejt Ura Dollut, që i thojmë, është një fazë, është një gryk shumë e ngushtë aty që ajo rrugës edhe shumë e rëndësishme që lidhet Brezovicën. Kemi rrugë të Bjeshkës Vranicës që startojmë si jetë me punu, edhe kuptohet që kemi projekte të reja në përfshatra, kuptohet renovim të shkollave aty ku ka nevojë, qendra mjekësisë familjare ose ambulantat që i thojmë, edhe rrugë që lidhet fshatin me fshat. Me sa kam lexuar disa informacione se edhe qeveria e Republikës Kosovës ka miratur në projekt buxhetin e saj edhe angazhimin për Dragaçinën. E kemi një mas pari qendra kryesore të mjekësisë familjare, që është vlerë mbi 4 milionë euro. Edhe kjo është bën një lobim jon këtë vit, po filloi për vitin 2023 në bashkëpunim me ministrin, me sekretarin e Ministrisë të Shëndetësisë, për Fatmir Kahi. Është një projekt që edhe ne kemi punu vazhdimisht, edhe është ky fizibiliteti i Dragaçinës, është projekt i qeverisë të Republikës Kosovës. Për mu kush ndërton, meritat i ka, pa dallim. Kish më ka një zgjedhje ideale për komunën Sarikës, jo vetëm që shtohet sasia e ujit 24 orë, po ndoshta ka mundësi që në të ardhmen përdorë sistemin pik-pik, po çka më rëndësi ndryshon komplet pamja Dragaçinës, do të bëhet një liçe shumë e mirë, do të zhvillohet turizmi, po pse jo në të ardhmen në pasë rrymë. Po dalmi edhe në një aspekt tjetër të shëndetësia, ju vetë përmendet ndërtimin e një qendre komunale të mjekësisë familjare të re, dhe qeveria pas ka nda këto 4 milion euro. Sa është, si thuash, azhure, pikërisht qendra mjekësisë familjare, ka pas vrejtje edhe aty rreth neglizhencës, mungesës së barnave,
barnave sociale. Për barnat e njerën parë du të kuptojnë edhe unë edhe qytetarët që është furnizimi që jenë nga Ministria e Shëndetësisë, to du të kuptojmë të gjithë. Ne kemi aparate shumë të mirë që kemi bli aty, për shembull kemi rentgenit që nuk e kanë në spitale sot. Ju e dini që Sari ka disa qendra të mjekësisë që punojnë në ndrimin e dytë, për shembull Mushtishti, Bukoshi, Studentçani, Dula. A di çka do të thonë për një qytetar të Vranit të Dollocit, të Mastevës, sa të vjen Sari ke kryeshërimin në Mushtisht. Ju e dini që punojnë laboratoret edhe në 4 qendra, domethënë në Mushtisht edhe në Bukosh, laboratoret e biokimisë që janë. Mirë po, ju e dini që objekti mas luftës është renovuar, objekti ku ma qendra kryesore. Masë është bërë një pjesë emergjencës, një pjesë është planifiku në kohën kur është konë kryetar Blerë Mkuqi për dializën, po në atë kohë në asnjë aspekt nuk kanë lanë me bë, domethënë se është me ligje për apo ne kanë marrë aparatet në atë kohë më men donacion prej Francës me 2 komba. Karkuat ndërtohet në një objekt njëra për gjithmonë. Që ai objekt planifikohet për 100-200 vjet, po jo për 10 vjet, kështu që çdo sen që ndërtohet me standarde tash që ndërtohet, unë besoj që ka më konë më mirë dhe ka më pas kushe shumë më të mira të jetë një objekt, të jetë një vend i caktuar, po jo të jetë i ndamë shumë. Çdo sen që vjen Sari është e mirë, çdo sen që punohet, shërbim qytetar është e mirë për qytetarët. Kryetar, premtimet dhe projektet e juaja shumë, si të thuash, voluminoze dhe ambicioze në të njëjtën kohë, por unë do dal pak me një temë pak më tepër të karakterit politik. Harrova me cekë edhe stadiumi, domethënë, edhe ai kon premtim, edhe ai po fillon, edhe ai po punohet, është u hek dheve, është të punohet, domethënë, pse kur don fati kanë. Një lajm i mirë për sportistët. Edhe zotit shkojnë sa të marr. Po du me dal pak në rafshin politik. Ju keni fituar në 3 rastet si kryetar komune në kuadër të Aleancës për Armërinë e Kosovës. Si e shehti aktivitetin politik në përgjithësi të partive politike në Suarek dhe thëmë drejtën bazuar në përgjigjen tuaj do ta bëj pyetjen e radhës. Që nuk më fitu une, në Suarek kanë fitu qytetarët, pa dallim partije politike, për arsye që më kanë ofër tyne. Kryetar, ju keni kandidu me siglën e AKS. Është e vërtet. Unë i kom marrë votat gjithve. Do s'ka parti në Suarek. Unë i kom marrë votat të gjithve pa dallim partije politike. Çka ndodh për një muaj çfarë ndryshimi? Zgjedhjet komunale nacionale, çfarë ndryshimi bëhen? Po këtu desha me dalë. Po unë s'po du me thonë ti çka do të më thonë. Mua kanë përkrahur qytetarët e komunës Sarajevës se kanë fituar zgjedhjet. Kryetar, ne kemi emisionin edhe kemi titulluar emisionin Fjala dhe Faktet. Po fjalë, po fakte. Fakte janë këto që për shembull ti ke fituar zgjedhjet me një përqindje pothuajse gati pa balotazh, në të njëjtën kohë vjen për zgjedhjet nacionale, partia juaj për shembull bie në një nivel minor. Po s'ka lidhje bin këtë, s'bim na. Bin gjitha partitë njëjtë është. Po ju keni ra mas shumë ti. Po kena ra mas shumë ti, po her bim, her çomen politik, i ka ato sfidat e veta, po s'do të shoh, na jem kënaqur me ato rezultate që kemi marrë, çështë kanë vendosur qytetarët. Çish vendosin na jem kënaqur me ato rezultate. Do të mundohemi çdo herë më shumë. Gjithmonë e kam një pjesë të emisionit që tham pak a shumë edhe një qasje më relaksuese edhe pak a shumë personale. Zoti kryetar, ju keni qenë në një prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë të Blerim Kuqit. Dhe ju keni qenë një tandem, do thasha kështu, qoftë në politik, qoftë në miqësi, shoqëri e tjera. Do të më thuash që mund ta pyet një Blerimin. Jo. Në rastin e parë që do të kemi mundësi me pas në emision edhe Blerimin, normalisht do ta pyesim, por pyetja jeme drejtohet për juve. Çfarë ndodhi që Blerim Kuqi u largu nga aktiviteti politik në brenda partisë suaj dhe kaloi sërish u kthy në Lidhjen Demokratike të Kosovës? A kishte interesa personale apo ndonjë farë mosmarrëveshje me ju? Jo, s'kem pas mosmarrëveshje. Me Blerim Kuqi kena rrugtuar plot 27 vite bashkë, për para luftës, gjatë luftës apo pas luftës. Demokraci jemi, mendimi ndrysh respektohet, u pam në homazhe, pas një problem, u pam me një vend caktuar në Samandraç, se kemi asnjë problem, mina kon shok, kemi politika, familje, vllaznia, njëri me një parti, tjetri me një parti, bën maki gratë tona shkojnë parti tjera, në tjera, se kemi atë problem. Demokracia këto punë, pas s'kem pas problem, asnjëherë s'kem problem. As s'kem pas problem. Aspektin kryetar,
e vrej që ju po tentoni të relativizoni pak to, po Jo, unë s'kom pas asnjëherë. është një diçka që na ka befasu, drejtën me thënë, në opinionin që të Suarek. Pse? Na ka befasu për shembull, si mund të ndodhë për shembull që me dal një kundërshtar në politikë edhe me tentu me... Se kom pas kundërshtar, vetëm ka shku pak me ndimu me ngrit lidekën pak më lartë, që të ka pas qëllimi, jo diçka tjetër. Më konë gara pak më interesant. Jo më konë dallimi shumë i Eurostatit i madh. Aty jo konë qëllimi. Edhe nuk është hera parë pse kadri Fatmir Lima konë bashkë me thasin vazhdimisht, që ka të keqe, a për sot janë shok foljen. Janë politikë së mirën të sanë, mas është. Po rasti me Hamdi Bityqin, që kalojnë vetë vendosje? Hamdi, ashtë që pretendimet njerëzve që i ki mërëna partisë, është mirë kur janë matë mëdhaja dhe kanë mundësi ma shumë, se jo edhe a i ka bo mirë, ka shku një parti tjetër, e ka provu vetin normale, është dëshira tjo në demokrasi. Do më thonë, po vjen mirë që Alianca, po thonë një parti e vogël, po ka arrit me shpërndan kuadrë të gjitha partit politike në Komunë Sarekës. Shumë interesant. Po ju shpesh keni thonë unë jam LDK, pra se njëjtën gjë mund të thotë LDK-ja për juve konkretisht. Që që LDK-ja më konë është të vërtetë, të në vitin 2009, e respektoj, i qmoj figura së do mos për govën, për u Bityqin për këto, mirë po partit shkojnë edhe vinë, s'ka të keqe. Kryetar, kur jemi të këto lëvizjet politike mbrana, ose kadrove politik mbrana partive politike, janë normale në vendet të civilizume, normale që mund të ndodhin gjërat e tilla. Por, a mos po mi bishnoni pak përgjigjes se ka të bëj me një mosmarrveshje si mas opinionit? Besoni asë njërë. Une marrveshje asë me Hamdijen nuk mos këm pas, asë me Idris Selimin. Se pjallon s'ka ndollë 210 persona, ka pas drejtora asamblistë. Po dhe unë ju kom thonë, djem të liri, një kapdo, një kudzoni, që e marrë mena që një ebni, një kontribut pat malë për këtë vend, se jo, është e mirë kjo. Unë rrimë Hamdijen, rrimë gjithë pas një problem. Ti me pas probleme të dhaja nuk rrisë me ato njerës, po në rria pet, vazhdojmë me nejtë, s'kem keqë kur zonë. Demokraci, kuptone demokracinë, sistem shumë partijak? Jo, normalisht që ne kuptojmë demokracinë, po... Pak po pjo do këtë befasi kjo. Po normal që befasi, prandaj edhe kërkojmë përgjigje konkrete nëse keni. Jo, unë s'kam. Jo, me të vërtet s'kam asë kom pas asë njëherë. Respekt për gjithë pas në dhe. Gjithë ata që në kom më këtë parti, unë respektoj parti qera pas një problem. S'kam probleme të skurësjertë. Pak më ndryshë me ndoj. Si keni raportet me qeverinë qendrore përkatësisht në lëvizjen dhe vendosje? Është interesant që unë çdo herë kom pas mirë, çdo herë kom marrë investime. Dhe unë respektoj ata që zgjedhen me votë të popullit, ku ta fitojnë shumicën. E çdo ministër që ka ardhur i qeverisë, Kurthi, e kom prit me tipit Kuqë dhe kam e prit. Një ashtu edhe kryeministri e si kryeministër Josi Albin Kurth. Kena pas investime edhe nga qeveria e Kurthit. Edhe me thonë të drejtën, përveç që kena pas probleme me kontratat kolektive për ndryshe, nuk mund më anku, se s'është mirë më ankue, se kem pas mjetë e mjaftë shumë. Ras konkret vetëm këtë vit, ndoshta i kem bi 1, 2, 3, 4, 7, për 10 milionar investime, edhe shtu nuk mojnë me thonë, në që s'kem investime. Rruga Peçan, Suarek Peçan i vogël është pjesë e ministrisë. Rruga që shkon të zonë industriale, 1,3 milionar është të qeverisë. Rruga tash që shkon dete, rruga Udhëdha do Llocit e ministrisë. Rruga shkon për Gradance e ministrisë. Rruga që shkon të Gurit Llocit e ministrisë. Rruga që fiton për Gurit Llocit e Shtropës e ministrisë. Paret popullit, qeverisë. Pse me thonë jo? Edhe ka me marrë apet, edhe ka me marrë alo. Kur thoni ka me marrë, si menoni, keni të garantu me këto? Po. Jam pjesë e Kosovës. Kam drejtat e mia. Pjesën e Komunës së Lipit, tash kemë bëjmë me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, kemë bëjmë Ministrinë e Pushtetit Lokal, konkurrojmë me projekte, i marrëm. Shumë shpejt kemi marrë dhe renovimin e disa shkollave që vlera kanë bini milionar. Tash kemi bërë projektimin e 3 shkollave që kena bërë renovimin për eficiencë diku në 960.000 euro. Këto janë para që vinë. Mos folim për donacionet tjera që vinë. Në fushën e kulturës dhe sportit, çfarë projektesh keni konkretisht? E përmenim më pas stadionin. Po shkojmë me që veç që jemë përfundim të sallës sportive në fshatin Bokosh. Startojmë me një sallë 3, çdo vit ndërtojmë salla. Startojmë në fshatin Peçan. Kemi edhe fushat futbollit vogla në fshatin, kuptohet. Shtëpinë e kulturës që kemi përfunduar në fshatin Moshtish, ka përfunduar Sarek, që ka disa mangësi, kemi probleme me vendosjen e trafos, për shembull pikë 400 volt se çon kjo që është. Mirë, po besoj që do të ketë aktivitete tjera në sport dhe në kulturë. Do të ketë rësi.
do të ketë subvencione për klube sportive, do të ketë subvencione për trip, do të mundohemi shumë shpejt me kriju teatrin në Suarikës, që ka pas nevojë shumë herët, po për shkak të hapësirave. Ju dini që kena bërë disa herë kërkesë përmes asamblesë, mirë po s'kan plusu kushtet, tash i plusojnë kushtet. Edhe do të ketë të risitë të shoqëritë kulturore artistike, do të mundohemi me kriju në përfshatra, do të mundohemi aktivizu njerëz gjëratat që kanë dhënë muzikë këtë vend, edhe me nxjerr sa më shumë talent nga komuna e Suarikës. Kur përmenet teatrin, ky projekt një herë ka kalu në asamble, nëse nuk gaboj. Ka kalu në asamble. Edhe çfarë ndodhi pastaj që nuk u realizu? Ministria nuk na aprovoi se s'kena pas vend, na u përcaktuam do bërdelar në shtëpitë kulturës. Mirë po pa pas hapësirën, kanë ardhur një delegacion nga ministria, po s'kena pas kushte, s'ka mujt në pranë atë kohë. Tash besoj që ka kushte do ta kryejmë këtë punë. Zoti kryetar, faleminderit për kohën. Ishte kënaqësi që kishim në studion tonë. Kemi mundësi me folë projekte Suarikës një 2 motor panel hiç. Po do të ketë edhe emisione të tjera, besoj që edhe është mirë më informu qytetarët dhe populli. Jemi të punu rregulloren për mbetorina, shumë shpejt ka më shku në asamble komunale. Kemi një aksion shumë madh në prill me 3 të Suarikës. Këto bëjmë më shumë për vetëdijsim. Është më rëndësi që është kriju një ndërmarrje komunale, ka dalë veç është zhvillu, besoj që një kompani shumë e rëndësishme për Suarikën, edhe në kohën pak më lart, ndoshta komplet ekoregioni ka lënë pjesë komunale së bashku me Ekotherandën dhe do të mundohemi më shumë me pas një ambient më të pastër dhe më të mirë. Do të fillojnë gjobat në arrujtjen e ambientit, pasi që ju e dini që Suarikën e përfshin komplet ekoregioni e përfshin e merë, me gjëson shumë milionë, me thonë drejtë, ju e dini sot paguajmë 1 euro një kafe në mëngjes, na paguajmë bërllogën morën e marë për 1 euro në javë, kështu që është shumë pak, do t'i simrojmë më shumë. Edhe besoj që ndryshon çdo sen komunës Suarikës. Edhe njëherë faleminderit se kemi kohën e limituar, kryetar, se faktikisht për projektet e përgjithshme të komunës Suarikës mund të flitet edhe më shumë edhe më gjatë, po koha ishte e limituar. Edhe njëherë faleminderit që gjetët kohë të vini në studion tonë.